Transportuesit e nxënësve të shkollave publike kanë protestuar para komunës së Gostivarit duke kërkuar pagesën e mjeteve financiare që sipas tyre u detyrohen prej disa muajsh. Ata thonë se nuk kanë marrë pagesa për gjithsej 7 muaj, 4 nga viti i kaluar dhe 3 nga ky vit. Transportuesi Zeni Rufati deklaroi se megjithse u janë premtuar disa pagesa, në llogaritë e tyre kanë arritur mjete vetëm për 1 muaj. Sipas tij, situata është e papranueshme dhe po i vën në vështirësi serioze transportuesit. Ne kemi ardhur të kërkojmë parat tona që pi 10 muajin e tretë i kemi pa paguar. Si mjet se e lemram çaj protestin, ato vikatën muajin e tretë e kanë lishau, vetëm muajin e tretë. Muj 4, muj 5, muj 6, pi 10 pa paguar. E ne shtepin 10 muaj që kemi ne, sa la është e pa paguar. 10 jam unë me 10 kombi vet, plus sa qira që janë 30 kombi. Mbaj 30 mund të jenë. Me 30 kombi ala parë nuk kemi marrë. Nëse pagesat nuk realizohen, transportuesi Torpe Serafimovski paralajmëroi se protestat do të përshkallëzohen me bllokim rrugësh dhe bojkot të punës. Ai theksoi se nga dita e nesërme do ndalin transportin e nxënësve deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Tu treće produžime, znači da bojkotirame. Sve do dekade ne se isplata sredstava. Nga nesër do të nisim me bojkot dhe do të vazhdojmë derisa të marrim para. Nga komuna na kanë thënë se gjëja nuk ka para dhe mbrohen me atë se nuk kanë para. Por disa thonë se ka e disa thonë se nuk ka. Pakënaqësinë e tij shpreu edhe transportuesi Xhemail Xhemaili, i cili theksoi se ndryshe nga punonjësit e komunës së Gostivarit që marrin rregullisht pagat, transportuesit nuk arrin as t'i mbulojnë shpenzimet bazë. Ai paralajmëroi se protestat do të vazhdojnë dhe se nuk përjashtohet mundësia e protestimit edhe në oborret e disa zyrtarëve komunal. Qofse parat e tona nuk i marrim brenda para vitit të ri, të na pastrojnë ketëve, ne dhe dalim për ditë dhe ta bllokojmë mollën. E në komunën dhe ta bllokojmë nuk i lëmë në punëtorët, të vinë komunë. Se ata vinë me durën në gjepa, marrin rroga, me avëno rrogat 2 ditë ata sa i t'i qesin, ne në gumat si kena paguaj, gumat e dimnit. Kombi 4 shok, harxime, servise, harxime të mëdha kina, defekte. Ne nxënësit nuk i kena lënë. I kena bo si i kena bo, nxënësit kanë erdhur në vakët. Sipas transportuesve, numri të cilëve vlerësohet të jetë rreth 30, pagesat nuk janë realizuar për muajt mars, prill, maj dhe qershor të vitit të kaluar, si dhe për muajt shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti.